Inflacioni në vitin 2026 pritet të lëvizë rreth 4%, vlerëson kryeministri Mickoski. Kjo është më shumë se projektimet dhe parashikimet e Bankës Popullore. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, Banka Popullore parashikoi se viti 2025 do të përfundojë me një inflacion vjetor prej rreth 3.9%, ndërsa për 2026 pritjet ishin se ai do të qetësohej dhe se do të ishte rreth 2.5%. Por sipas deklaratave të kryeministrit, pritet që çmimet të rriten edhe këtë vit. Mendoj se inflacioni vjetor do të lëvizë rreth 4%. Këtë diskutojmë prej muajsh. Ajo që ne po bëjmë janë kontrole të shpeshta nga Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe kontrole të shpeshta nga Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, tha Kristian Mickoski, kryeministër. Këtë vit nuk pati asnjë mas kufizim të çmimeve ose të marzhave për asnjë fest. Ishte e dukshme rritja e çmimeve të disa produkteve në markete dhe, siç thot kryeministri, si qeveria ata e vëzhgojnë këtë. Ai njoftoi dhe hapa konkret, por edhe gjoba. Do të propozojmë ndryshime ligjore për vitin e ardhshëm me gjoba shumë më të mëdha për të gjitha rrjetet e supermarketeve që shkelin ligjin për praktikat jo të ndershme tregtare. Për disa nga rrjetet tashmë kemi prova dhe mendoj se nëse vazhdojnë kështu, do duhet të vendosin qeles në derë, deklaroi Kristian Mickoski, kryeministër. Në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës gjobiti 4 supermarkete të mëdha dhe lidhjen e odave ekonomike për shkak të marrëveshjeve të ndaluara dhe veprimeve të koordinuara mbi çmimet. Supermarketet u gjobitën me 50.000 euro secili, ndërsa lidhja e odave ekonomike me 18.600 euro.